temë e cila është shumë e rëndësishme për çdo musliman edhe çdo muslimane, edhe ajo është pastërtia. Pastërtia në fenë islame e ka një rëndësi shumë të madhe, nga se çdo ibadet, çdo adhurim ndaj Zotit lidhet me pastërti. Për atë pejgamberi alayhis salam ka thënë në Sahih al-Bukhari, ka thënë pastërtia është gjysma e islamit, gjysma e fesë, lidhet me pastërti. Ju e dini që ne kemi pastërti fizike, kemi pastërti shpirtërore, edhe kemi disa gjëra që na i bëjmë, do të thotë on daily basis, që themi, çdo ditë. Kështu që do mundohem t'ja shpjegoj juve edhe vetvetes që jo vetëm ju, po kjo është shumë e rëndësishme edhe për fëmijët e juaj, edhe për nipat edhe mbesat e juaja. Ju e dini që shumicën e gjërave në fenë islame, qoftë ajo xhumaja, qoftë ajo taravit, qoftë ajo namazi, qoftë ajo çdo që e bëjmë na, qoftë se njeriu nuk është i pastërt, qoftë se njeriu nuk ka avdes, ai pranohen këto gjëra? Asnjë prej këtyre gjërave nuk i pranohet qoftë se njeriu nuk është i pastërt. Ne kemi pastërtinë e vogël edhe kemi pastërtinë e madhe. Pastërtia e vogël është kur muslimani çdo herë kur don me fal një namaz, do me ardhë në xhami, do me fal ndonjë varrim që kemi këtu xhenaze, a din, që ai para se të vit me ravdes, edhe vetëm këtë mënyrë i pranohet atij, do thot namazi i tij. Edhe në dy, pastërtia e madhe është pastërtia kur njeriu, do thot, bën gusul, e lan tër trupin e tij, edhe ajo është konsiderohet kur njeriu, do thot, pastrohet nga papastërtia e madhe. Me nder qofshi, për shembull kur njeriu, fëmijët tanë kur të rriten, ose kur të martohen, kjo shumë e rëndësishme që ata të dinë që çdo herë që ata flejnë me gratë e tyre, ata bëhen pa pastërti të madhe. Edhe avdesi nuk e kryen këtë punë. Çka e kryen vetëm gusli, do të thonë vetëm pastërtia, shower që i themi ne, mirë po me njet, që me njet njeriu që ta largon atë pa pastërtinë e madhe që ne në fenë islame e quajmë gusl. Pse është kjo me rëndësi? Neve prindërit tanë, gjyshërit tanë, gjyshet tona na kanë mësuar sa kemi qenë të vogël. Fëmijët tanë që janë rritur në këtë vend, posaçërisht ata të cilët nuk e dinë fenë, ndoshta pak ose hiç, a di që ka prej tyre që ndoshta tërë jeta i shkon, edhe ata janë të papastërt. Ai flen me gruan e tij, ose çka do që ndodh, ai nuk din që nesër ose para se del nga shtëpia, ai duhet të lahet. Kjo është borxh i kujt? Kjo është borxh i joni që t'i tregojmë fëmijëve tanë, edhe grave tona, që t'i tregojmë vajzave tona, që kur të hynë në moshën madhore, when they hit the age of puberty, që ato kanë obligime tjera pastaj. Ato duhet t'i dinë ato rregullat kur duhet pastrohen, duhet t'i dinë ato rregullat, do thot, e pastërtisë në përgjithësi. Unë kam parë njerëz prej komunitetit ton këtu, që kur kemi pas ndonjë varrim, ai ka hyrë me nderqofshi në toilet, edhe ai prej toileti pa marrë abdes ka hyrë në xhami. Ai ka menduar që ndoshta unë kam marrë abdes shtëpi, edhe pse pastaj hyn toilet ose çka do, unë prap kam abdes. Dhe unë nga njëherë frigona për Zotin. Si imami juaj që jam, frigona që e kemi kryer punën mjaft, a ju kemi treguar mjaft, edhe pse populli jon nuk i din gjërat më elementare. Njeri do të di çka e prish abdesin. Njeriu do të di kur duhet të lahet. Se nga njëherë dallimi, kur njeriu, për shembull, t'ja tregoj dallimit në mes të shower, që e normal shower, do thot lamjes kur ne lajme e bëjmë një dush, apo? Edhe kur e bëjmë një gusull. Çka është dallimi? Për shembull, ne
dikush prej neve para se të shkon në punë, ai e bën një dush. Dikush e ka tradita, po? Çdo mëngjes. Mirë po nëse një burr ose një grua gjatë natës kanë fjetur me njëri tjetrin, atëherë çka dallon është njeti. Njeti do thotë që mund të bën edhe dush edhe gusul në njëjtën kohë. Ose shumë prej njerëzve më pyesin këtë pyetje, thotë imam, unë nuk mora avdes, mirë po hyra që të bëj një dush, kjo e zaventson avdesin. Qofse unë nuk kam avdes, apo? Edhe unë tash marr avdes, thotë më mirë, unë më mirë po them të bëj një dush, edhe qofse unë e lagu tër trupin tim, ajo e zaventson avdesin. Nuk ka nevojë me marr avdes prapë. Domethënë ti mundesh me zgjedh ose me marr avdes ose me bën një shaue, cilën do. Njëra e zaventson tjetrën. Mirë po gusli, ai papastërtia e madhe është, atë mund ta bën njeriu vetëm me niyet. O Zot, po e bëj niyet që me bërë këtë gusul, pasi që çka ka ndodhur, domethënë ti e bën edhe atë shower edhe gusul të njëjtën kohë. Po nëse nuk e ke bërë niyet, atëherë ajo normal shower që e bëjmë, apo dushin normal, ajo nuk e zaventson guslin. Tezet, a jemi okay upstairs? Okay. Mashallah, ato flasin, unë e foljes, po dim njerëzit kanë me ndëgju pastaj, din. Do t'japi ma vonë mikrofonin kush do me fol. Mirë po, kjo temë, all jokes aside, është shumë më rëndësi për neve edhe për familjet tona. Ju e dini që njeriu pastërtin sparje kemi guslin, kur njeriu siç thash, njeriu hyn moshën madhore, ose ka pa ëndër diçka, ose vajzat tona i kanë ato përmujshmet, ose një djalë ka pa një ëndër, ose njeriu kur të martohet, gusli është shumë më rëndësi që ne t'ja mësojmë fëmijëve tanë. S'parim ne të dim për vetveten, pastaj t'ja mësojmë edhe njerëzve tjerë. Ju e dini që toka, kjo tokë që neve na mban, pejgamberi selam ka thënë e ka rënd kur e mban një njeri i cili është i papastër. E mban rënd, i vjen rënd me mbajt një njeri i cili është i papastër. Subhanallah. Edhe engjëjt me laqet largohen prej atij njeriu i cili është i papastër. Zoti na ruaj. Domethënë gusli numër 1, numër 2, siç e kemi pastërtinë e përditshme, ajo është avdesi. Kur ne bëjmë avdes, edhe këtu ne kam pas shumë njerëz të cilët edhe avdesin nuk din ta bëjnë si duhet. Edhe avdesin nuk din ta bëjnë si duhet. Inshallah një ditë do të kemi një workshop, se si njeriu ta bëj guslin, si ta bëj avdesin. Që kjo është një temë e ndjeshme. Dhe edhe shumë prej imamëve i vjen turp të flet për këtë temë. A din? Mirë po në fenë islame, pejgamberi selam ka thënë la hayate fi din. Nuk ka turp në fe, kur ti don me mësu fen, atë nuk ka turp. Se qofse dhe neve na vjet turp me fol për këtë temë, atëherë ju si do e mësoni këtë temë. Kështu që inshallah së shpejti do e bëjmë një workshop këtu, edhe do i spjegojmë edhe për fëmijët tanë, edhe për neve krejt çka ka të bëjë me pastërtinë në fenë islam. Gusli, avdesi që e marrim ne sa herë të falemi, mirë po a dini që nga një herë, kur njeriu nuk ka ujë, apo, ose dikush është spital edhe nuk mund zgjohet, ajo është njeriu që ka falë namazin, mirë po ose e ka lënduar dorën, ose nuk mund zgjohet, atëherë si të merr avdes ai njeri? Ai vjen shkalla e tretë, e cila quhet tayammum. Tayammum në anglisht i thojnë dry ablution. Dry ablution do me thënë njeriu vetëm i vendos duart në dhe, kështu edhe e lan fytyrën edhe duart. Kjo e zaventson avdesin. Ose kur njeriu nuk ka ujë, ose kur ka ujë, mirë po, ai nuk mundet me marr avdes se ka ndonjë gjendje, nuk mund zgjohet e ku ta diun. Ose gjatë dimrit,
zgjosh mëngjes ngrihesh. Edhe njeriu që mos del nga shtëpia do ta pastroj vetveten, apo? Nëse nuk ka ujë të nxehtë, edhe ai me ujë të ftohtë pastaj e dëmton shëndetin e tij. Ai shkon te kategoria e tretë edhe merr tejemmum. Vetëm simbolik që e bëjmë na, do me thënë unë mjetin e kam pas që të bëj shower, që të lahem, mirë po për arsye ose s'ka ujë të nxehtë, ose nuk mund të lahem se kam ndonjë problem, atëherë ai e përdor tejemmumin. Gjërat që kanë bëjnë me daily routines, apo feja islame i ka kushtu shumë pastërtisë. Edhe Allah në Kur'an ka thënë që çdo herë kur të shkoni në xhami, vishni rrobat më të pastërta, më të bukura që i keni. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah i po thon në Kur'an, zgjedhni rrobat më të pastërta, nuk është me rëndësi me qenë të reja, po me qenë të pastërta kur njeriu shkon në xhami. Pejgamberi selam ka thënë, ka ardhur Xhibrili edhe gjithherë më rekomandonte që unë t'i laj dhëmbët. Saqë unë e kam menduar që Zoti do e bën obligim larjen e dhëmbëve para se me fal namazin. Subhanallah. Pejgamberi selam gjithherë atëherë s'ka pas brusha që shkemi sot. E kam përdor një dru, një lloj druri që quhet miswak ose siwak. E ke pa një dru shitet disa njerëz e kanë. Tjetër s'kam pas, ai çdo herë para namazit do thot ai e ka dhe një erë të mirë ai druri. Kjo çka na tregon neve, pejgamberi selam ka thënë, nëse hani hudhra edhe hani qep, mos shkoni në xhami. Hudhra, garlic and onions. Mos e di që janë të mira, po pejgamberi selam vazhdon edhe thot, ai njeri i cili han hudhra edhe han qep, edhe me laçet largohen prej atij njeriu. Lemu njeriu, po edhe me laçet largohen prej tij. Kjo na mëson neve që nga njëherë kur shkoni për iftar ose keni dëshirë me hangër garlic ose onions ose çka do, qatë natë mos hadeni në xhami. A di pse? Se ti po e dëmton njeriu i cili është next to you. A kupton? Edhe çka feja islame na mëson neve që njeriu duhet parfimoset. Me përdor do thot cologne ose parfum ose çka do që keni më të mirin, unë ju kam thënë juve, secili prej neve është mirë me pas një parfum në makinë. Jo vetëm shtëpi. Sa del nga makina, spray yourself. Kjo është shumë e rëndësishme që njeriu muslimani duket presentable. Ju e dini që kjo pejgamberi selam ka shkuar edhe më gjatë. Le që do të mu vish bukur. Le që do të me pas erën e mirë. Mirë po edhe njeriu fizionomia e tij. Njeriu duhet t'i krejë edhe flokët. Ka ardhur një njeri, pejgamberi ishte me shokët e tij, edhe ai i kishte pas flokë qaraveshura. Edhe pejgamberi selam i tha, një njeri pe juve tha, Allah i na ruaj, tha, a ka dëshirë mu duk që duket edhe dreqi, shejtani. Kështu edhe ai njeri e kuptoi. Edhe ai shkoi në shtëpi, i rregulloi flokët e tij edhe erdhi brapa. Pejgamberi tha, a nuk është më mirë kështu? Se sa ti që është erdhe? Ju e dini që përpara nuk kam pas mirrors, nuk kam pas pasqyre, është ashtu? Pejgamberi selam edhe shokët e tij, kur dikush ju ka trokitur në derë, para se me hap derën, ata kanë vendos një enë me ujë. Edhe kanë shikuar vetveten se a duken mirë, pastaj e kanë hapur derën. Mashallah, disa gratë tona kur e hapin derën, hadin. Nëse s'po hija sajda, kupton, po me rëndësi që njeriu duhet të jetë presentable. A kupton? Si gruaja, si burri, rrobat e tij, edhe nëse nuk janë të reja, do të jenë të pastërta, edhe njeriu si duket, do thot dikush kush e ka mjekrën e gjatë, duhet ta rregulloj atë, se ti me mjekër e prezanton edhe islamin.
jo vetëm vetveten. E ke pas Zotin na rujt me respekt po them, disa që kanë disa mjekra dhe nuk e rregullojnë si duhet, edhe nuk e pastrojnë, ata duken në të vërtetë sikur kanë dalë prej ndonjë burgu, Zoti na rujt diku. No, feja kështu na mëson. Tash kanë dalë a lot of these lotions and a kupton, qofse ke dëshirë me mbajet që të ka hije. Çka do qofshin ato? Kjo është prej Islamit, se prap po kthehem që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thënë, pastërtia është gjysma e imanit, gjysma e besimit, gjysma e fesë islamit. Kur njeriu nuk është i papastërt, edhe gjëra tjera do thotë janë në pikë pyetje sa pranohen tek Allah subhanahu wa taala apo nuk pranohen. Pastaj, vëllezër të nderuar, kjo daily cleanliness apo pastërtia ditore, shoqër alhamdulillah ne komuniteti jonë kemi një gjë të mirë që pastërtinë në shtëpi e mbajmë si duhet. Shumica po them. Edhe unë kam shku, ju e dini kam shku te çdo komunitet që ekziston në Melbourne, unë kam pas punë me ta. Edhe unë kur shkojnë shtëpitë e tyre e bëj krahasimin. Që disa shtëpi që disa jetojnë, ndoshta as hajvanati jonë s'kishte jetuar aty. Domethënë ajo është prej fesë islame kur njeriu e mban edhe shtëpinë të pastërt. Edhe shtëpinë të pastërt. Bile njëri më tha e kam bler një mashinë. Aty që i bën pastërtinë e toilets, atje mrapa që njeriu nuk e sheh. Tha unë kur shkova ta pastroja, nëna ime tha e kishte pastruar dha në mëngjes me dorën e vet. Domethënë nëna tona, gratë tona, kur është pyetje pastërtia janë në nivel. Edhe siç thash, është diçka që për të mirëpritur nga secili prej neve. Edhe dyta, pastërtia në ushqim. Pavarësisht ka njeriu han, diçka dhe gjën më të thjesht, feja thot duhet të jetë e pastërt. Duhet të jetë halal edhe duhet të jetë tayyib, duhet të jetë e pastërt. Kjo është shumë më rëndësi, do thot për fenë islame edhe për neve si musliman. Edhe treta, vëllezër të nderuar, kur ka të bëjë me spiritual cleanliness, me pastërtinë shpirtërore. Ka njerëz që ndoshta këto fizike i ka në nivel, po kur është pyetje shpirti, kur është pyetja zemra, do thot e kanë zemrën e shpirtin aq të ndyt, aq të papastërt. Çka do të thonë kjo? Ai ndoshta trupin e ka të pastërt, po shpirtin e ka të ndyt, ai duke fol keq për tjetrin, e ka arrogancë në zemrën e tij. Ai gjithherë i ul njerëzit tjerë dhe mendon vetë që është më i mirë se sa tjerët. Ai ka xhelozi ndaj tjerëve, ai përgojon, ai shpionon, krejt këto gjëra që ne i veprojmë ka të bëjnë me pastërtinë e zemrës edhe pastërtinë e shpirtit. Pra ne si musliman nuk duhet vetëm ta pastrojmë trupin ton, rrobat tona, mirë po duhet ta pastrojmë edhe shpirtin ton nga këto smundjet e zemrës që janë mendjemadhësia, që janë do thot përgojimi, krejt këto gjëra që inshallah një ditë do i përmendim smundjet e zemrës, që lutë Allahu subhanahu wa taala na pastroj zemrat tona nga ato smundje ya rabbal alamin, dhe të na pastroj edhe trupin ton, edhe të na bëj për atyre që Allahu i ka përmend në Kur'an, edhe Allahu ka thonë inna Allaha yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata të cilët janë të pastërt. Si në aspektin fizik, ashtu edhe në aspektin shpirtëror. Allahu na bëj prej tyre ya rabbal alamin.